Përshëndetje të gjithëve. Sot kam përgatitur një recetë shumë të thjeshtë, por me një shije fantastike. Janë petka të përgatitura me pancet. Është një recetë e thjeshtë, e ngrohtë dhe shumë e shijshme. Në këtë recetë kam përdorur petkat nga kompani Lunxheria. Filloj me përgatitjen. Në fillim do merremi me përgatitjen e pancetës. Pancetën e grim në pjesë të vogla. Si e shikoni, panceta është pjesë mishi, e cila ka edhe djam. Si e kemi në pjesë të vogla, do ta vendosim në një tigan. Do t'i shtojmë shumë pak vaj ulliri, pasi panceta nxjerr yndyrën pollshëm. Dhe direkt në zjarr për t'i bërë një skuqe të plot. Do t'i vendosim kapakun që mos të na bëjnë pis. E përziejmë her pas here dhe sërish do t'i vendosim kapakun. Si e shikoni, panceta ndryshoi ngjyrë dhe ka marrë një skuqe të mirë. Në këtë moment panceta është gati. E largojmë nga zjarri dhe po nga kjo yndyrë do t'i skuqim edhe pak petkat. Do t'i japim një skuqe të lehtë. Si u thash edhe në fillim, petkat unë i kam nga kompani Lunxheria dhe i gjeni në këtë paketim. Janë 400 gram me petka. I bëjmë një skuqe të lehtë. Pak nga pak po fillon marrim pak ngjyrë. Shikoni si ka marrë pak ngjyrë. Në këtë moment i shtohet ujë. Gjithmonë ujë varet nga sasia e petkave. Unë kam 400 gram petka, do shtojmë 800 ml ujë, 2 fishi i sasisë së petkave. I shtuam një lugë të çajit me krip. Për t'i shtuar më shumë shije, unë do t'i shtoj pak gelatin kocke, por sigurisht nëse nuk e keni, mund të mos e shtoni. I lëm të ziejnë petkat pak, as 1 minutë nuk i lash në zjarr. Në këtë moment shtojmë edhe pancetën e skuqur. Do t'i lëm të ziejnë edhe 1 minutë tjetër. Petkat duan vetëm 2 minuta kohë sjerje. Në këtë moment janë gati. E fikim zjarrin dhe i kemi gati për të shërbyer. Janë të ngrohta dhe janë të ndara një nga një petkat. Nuk janë as pak të ngjitura. I shërbejmë të ngrohta. Nëse dëshironi mund t'i thërmoni djathtë sipër, por edhe pa i thërmuar djathtë, këto petka shijojnë shumë. Nëse ju pëlqeu receta, mos harroni të bëni like dhe ta shpërndani atë me miqtë tuaj për më shumë receta të tjera tradicionale. Me dashuri nga kuzhina ime.